Miqtë Prizmës, në ditën e sotme ishte një debat për mbi sigurisht bashkëpunimin po themi moral të shitur për bashkëpunim moral, po që i ngjan shumë një bashkëpunimi politik midis deputetit Kliti Hoti dhe deputetes Mariana Koçeku. The moral sepse sigurisht qohet për një temë e cila ka vite e vite, 3 dekada e gjysmë që është problemi madh në Shkodër, është derdhja e gjithë të nytave, të pistave të qytetit në Bunë. Janë derdhur bile më përpara urës Bunës, tashi u shtyn mbrapa nga një investim i kotë për gjysëm. Dhe një pjesë e tyre derdhen edhe në Drinë. Por aty derdhen. Unë kam bërë me 10 shkrime, me 10 emisione, kam dërguar gazetarë që të bëjnë vazhdimisht, sa herë kam qenë drejtor ose kam pas në dorë jo vetëm drejtorin e televizionit. Ju e dini që kam bërë drejtorin e televizionit, ke Rozafa, ke TV1, ke Antena Nord. Po dhe ke televizioni Kopliku, janë 10 problematika, nërto ishtin edhe derdhat e qytetit në mënyrë absurde deri në vitet e sotme, deri në ditët e sotme, që sigurisht kanë të bëjnë edhe me fajin e madh të gjithë administratave edhe të Bashkisë Shkodrës, po të shtetit shqiptar. Dalin këta dy dhe bëjnë një bashkëpunim, ndërkohë që KFV-ja ka dhënë fondet, parat, është projekti dhe kanë filluar punët, sigurisht edhe me hyrjen e qytetit, që të përfundojë si vepër. Këta bëjnë një bashkim dhe konsiderojnë për të mirën e qytetit. Në të vërtetë nuk është ky problemi. Qyteti nuk përfiton asgjë nga një person i katapultuar i Partisë Demokratike, i katapultuar i Sali Berishës si Kliti Hoti, sigurisht ai s'ka qenë kur pjesë e strukturave as i organizatave. Është një katapultim, këtu përflite dikur për është një shumë ekstreme erësh të dorëzuara, po unë nuk jam i prirur të besoj. Mbase ka interesa, mbase nuk ka interesa, po i katapultuar ishte. Nuk ishte pjesë strukturash. Ndërkohë ka qenë një drejtor i madh i një brendi farmaceutik. Dhe Mariana Koçeku, që është super katapultuar, pa merituar fare, një person pa lidhje me partinë organike, pa lidhje organike e Partinë Socialiste, pa njohur strukturat, pa njohur asgjë, pa pas një punë, një rendiment, asgjë, zero, nothing, katapultohet në listë të mbyllur e para, ashtu si ky Kliti Hoti i katërt në listë. Nga shumë debate vetë kësaj Koçeku duket që nuk është në aksin që funksionon sidomos kundra Bashkisë Shkodrës, por nuk është në aksin politik të Partisë Socialiste. Dhe Kliti Hoti bën propagandën e tij që sigurisht do që të kapi bashkinë gabim, do praktikisht unë e shoh si një bashkëpunim shumë me Tet Koplikun, atë djalin e ri, i cili nuk e di cili mund të dojë që të bëhet kryetar bashkie, po cili do që të bëhet kryetar bashkie, është një tandem. Por nëse çrëndsi ka, kjo aleancë ju quhet morale, kështu duhet bashkohen shkodranë, është një hiç mosgjë, sepse sigurisht nuk mund të bashkohen njerëzit humbsa, ata që s'kan merita dhe sigurisht ato që përfaqësojnë lënien e Shkodrës në këtë pikë hallit, në këtë ditë deregje që ka shkuar deri tani. Dhe që sigurisht është faji i Partisë Demokratike. Ajo duhet ta kishte zgjidhur. La zgjidhte patjetër, nuk e ka zgjidhur kur. Dhe tash kur vjen zgjidhja, sot jep përgjigjen, dhe fjala kryetari i bashkisë. Këto dore jeni duke bëu mohabet e kot sepse ka filluar zgjidhja. Merr në një punë tjetër, po jo me këtë që është zgjidhur. Pra sipas me, kjo nuk është një aleancë. Koçeku nuk është në vendin e saj. Shifet humori i saj që është i dyshim, shifen strukturat që nuk para
e respektojnë ka shumë, as nuk para e pranojnë edhe ajo vetë nuk I do. Ajo nuk është në vendin e saj natyral. Edhe këtu nuk kam fjalën për debatin për mbi deputetin Hotja, e bën këtë se do të duket ke Sali Berisha. Dhe sigurisht mund t'i kërkojnë nesër kryetarin e bashkisë. Por ky është një problemi Sali Berishës. Problemi I madh është Mariana Koçekun, e cila nuk është në vendin e saj. Nuk është në vendin e saj para nga mjedisi që ka jetuar dhe cila është mjedisi I cili nuk është me Partinë Socialiste. Themi atë që është. Sforcimi I jashtëzakonshëm. Sigurisht edhe Benet Beci thot Edi Rama është një demokrat. Por është një person I cili ka njohur dy palët në qytet. Është një qytetar I Shkodrës. Maria Koçeku vjen nga një pjesë folklorike shumë e bukur e Shqipërisë, por që nuk kanë lidhje fare me Partinë Socialiste. Ka lidhje vetëm me filozofinë e Edi Ramës, që shikon një vajzë të re, e cila ka një lokandinë aty dhe thotë ta bëj të parën këtë. Edhe njëkohësisht ka përfaqësuar dhe duke gjinin me të. Por ajo do të ishte gjithmonë edhe me batutat e saj, me ekzibicionin e saj, me gjuhën, me elementet e saj, nuk ka asnjë lloj lidhje me që kur thotë në fillim se unë refuzoj të flas. E bën për ekzibicion, por njëkohësisht I bjen nes edhe një farë mënyrë edhe grupit parlamentar që ka aty. Kur fillon e bën këtë kritikën, edhe nuk di se po vërtohet është duke I ra nesh Bashkisë Shkodrës, asaj që idolizot për të votuar. Edhe vetë Benet Becit. Duke sikur është gjë e mirë që po bashkohet me një demokrat, në të vërtetë nuk është duke u bashkuar një demokrat me një socialiste. Po janë dy demokrat bashk, nesër Mariana Koçeku e ka vendin ke partia e Sali Berishës, sepse ata ja kërkojnë për ditë edhe elektorati I saj, atë elektorat s'ka elektorat socialist. Nuk ka lidhje fare me socialistët. Dhe për këtë nuk po bëj akuzë. Për këtë unë po mundohem të shpjegoj që shiko, është habitati natyror I saj është Partia Demokratike e Sali Berishës. Nuk mund të jetë Partia Socialiste. Nuk mund të jetë shifet në marrëdhëniet që ka, mënyrën e sjelljes edhe elementet shifin fotografitë. Është sforca e madhe për të përfaqësuar një parti të cilën e gjithë zona atje, miqtë e saj, të afërmit e gjithë e shajnë për ditë. Kjo nuk do me thënë që duke mos qenë në vendin e vet, ajo mos bëj punën e vet. Ajo do ta bëj punën e vet. Po praktikisht ajo është një punë kundërshtuese, që I bjen ndesh. Është një punë e cila sigurisht nuk përfaqëson më atë parti, atë majorancë që është në pushtet. Mariana Koçeku është e pakënaqur me vendin që ka. Shiko, këto janë bindet e mia, se Mariana Koçeku mund të jetë më e kënaqur në botë. Por unë them që është më e pakënaqur. Dhe është gjëna që një vajzë e re të jetë e pakënaqur kur I shfut një rrugë politike. Të jem si Edi Rama, ose si këta që kanë dorë të drejtuesi aktual, zoti Karakaçi, jap lirin, I thonë, shko me vajzë, vazhdo, kontribo për Shkodrën, edhe ke Partia Demokratike, çon si ka. Mjafton që ti të kontribosh për Shkodrën. Por ajo që duhet të them unë është kjo. Ka një fjalë të madhe Perikliu në kohën e Atinës. Sparta që njihesh vetëm se hanin mish pa pjekur, ose dini vetëm thikën, nuk e njihni Pironin si shpik akoma, po ata nuk njihnin asgjë tjetër përveç se thikës. Dhe që bënin gjithë ditën stërvitje, dhe që sigurisht ishte regjimi spartan, një autokraci pas një lloj demokracie brenda, kërkonte të jepte leksione Atinës, edhe Perikliu përgjigjet shiko. Athina është shembull. Ne nuk imitojmë askërkën. Ne na imitojnë. Ne nuk marrin leksione nga askush. Tjerë do të marrin leksione nga ne. Pra nga bashkia e sotme, nga Benet Beci, nga kjo majorancë,
duhet marrë eleksione të tjerët. Duhet marrë Ikliti Hoti, partia e cilës ka bërë asgjë, dhe Mariana Koçeku, partia e vërtet e saj, që nuk ka bërë asgjë, që është Partia Demokratike. Mariana Koçeku ka një parti tjetër, gabimisht sot, e cila bën për Shkodrën. Po, Marianës nuk i pëlqen që kjo parti të bëjë, edhe ajo gricet. Spakut flas këtu në Shkodër, sepse kur thot drejtën. Është uji i nyt, por nuk e ny ujin. As Benet Beci, as të 2 vjetë. Uji inym është prej vitesh. Dhe dihet pse është. Ose shumë element tjerë. Për ato bujtina nuk kanë ekzistuar fare. S'ka ekzistuar as rruga. Pse si del zoti thonë ato të rjollit, po të shkojt i dali zotë dhe të rjollit. Qofse ju a di se e ka tapit, pa tjetër që të dalin. Po nuk shkon. Sepse e di që s'kan. Në këtë pikë, bashkia sot me Shkodrës është si Athina, në krahasim me Spartën e dikushme, që s'bënin asgjë tjetër veç se rrifeshin, mësonin si të luftonin. Bashkia sot me është si Athina, e cila ishte demokracia, edhe nuk kishte pse të merrte leksione nga një qytet-shtet, nga një polis, i cili njifte vetëm luftën. Dakord, miqtë mi? Unë uroj që Mariana Koçeku të shkojë në vendin e saj, në vendin e duhur të saj, që është Partia Demokratike e Sali Berishës. Dakord?